spekulime, po informacionet që i kam është që mund presim edhe pasi supozimi është që janë borë numrat, po ka komplikime në relacion me Duda Balen dhe në relacion jo vetëm me Duda Balen, por edhe me një tërheqje të fundit të deputetit Goran Adem Hoxha, i cili gjithashtu nuk është i sigurt në votën pro, jo vetëm për kryekovendarin, por edhe për kabinetin e ashme, për qeverinë e ashme, nuk ka konfirmim tutje për votën e deputetit përfaqësuesit komunitetit Goran, apo të Partisë Unike Gorane, zotit Hoxha. Prandaj, akoma numri deri me këtë moment, natyrisht, nuk ka ujti përveç komplikimit në relacion me Emilia Regjepi, por më shumë me Rasim Demirin, përsa e përket Duda Bales, ka bisedime natyrisht dytësore. Pasi zoti Kurti këto momente është i nëzon me grupi parlamentar, natyrisht dy nga këshilltarët e tij janë në bisedime momentale me zonjën Duda Bale, këtu afër ndërtesës së qeverisë, duke biseduar për modalitetet e fundit si të bëhet që zonja Bale të akomodohet qoftë edhe në pozicion zëvendës ministror, nëse kishim mujt të themi ashtu, përjashtimisht nga marrëveshja paraprake në radhë. Kështu që gjithçka Arben është sikur që ishte mbrëm